Spanja nuk është se të lotluash. Spanja në moment që vjet në posesim të topit, ata e mbajnë në maksimum. E fshehin. Ata kundra Francës ata e fshehan. Mund të jetë dhe një diçka që liderët e francezëve nuk bën atë presingun, shkonin për të bërë pressing dhe linin aty. Nuk e di një mendjemallësi e atyre, më duk pak a shumë si ai Brazilit 82-shit, domethënë që u mund nga mendjemallësia, nuk u mund nga që s'ishin talente. Mund t'ja lejojnë vetes ata diçka të tillë. Një gjë që më bëri përshtypje, nëse vutre Doué kur mori atë topin, e kishte bosh Mbappén. Mund t'ja jepte dhe Mbappé mund të shënonte. Jo, i gjuajti vet. Barcola bëri të njëjtën gjë. Prente zonën dhe gjuante vet. Se u kthehemi çik brapa. Ata fillonin u bën individual në të gjitha aspektet. Mbappé në fund fare donte ta zgjidhte vet. Është ajo egoja personale që dal më mirë. Në momentin kur kalon në cilësi individuale, vështirëson situatën e grupit. Duke parë një Spanjë shumë kompakte me njëra tjetrën. Risel, si është e finalen? Mendoj që Argentina do jetë më e fortë, sepse po e tregon edhe tani që po kthen çdo ndeshje në minutat e fundit. Po edhe Spanja besoj s'do dorëzohet lehtë. Do mbijetoj deri në fund. Ti e që fiton në Argentina? Po, se e meriton. E pëlqen Lionel Messin? Portugalisë nuk pas ke kështu kontradita me ekipin e Argentinës. O me Cristiano Ronaldo o me Messi? Jo, me Ronaldo. Pastaj u fundon rolin e profesionistit tani. Këdo shembull të marrësh janë dy lojtarë fantastik, kështu që mendoj se duhet i studiosh të dy. Po jo si Maradona, apo jo profesor. Me Ronaldo. Maradona ka qenë Kohë të ndryshme janë ato. Jo, Po pikërisht janë kohë të ndryshme.